Jemi këtyre në studio në këtë pjesë të tretë. Do t'jemi si zakonisht të hënave me astrologen më të famshme në Shqipëri, Meri Sheu, të cilës ju urojmë mirëseardhjen. Përshëndetje gjithë. Mirëseardhje dashur Meri, faleminderit që je këtu. Do t'jemi me Meri Sheu pikërisht edhe për javën e fundit të prillit, edhe pse ka ca ditë nga maj, po e kemi lënë për javën e tjetër. Ne kemi të majt në fillim të hënën, në javën të hënën e ardhshme, kështu që s'dua të mungoj askush këtë javë për prillin, sepse ka ende plot ditë, edhe shumë gjëra mund të ndodhin gjatë ditëve të prillit. Sa ditë ka, sepse është hëna e re në Dem që ka filluar dhe dje dhe është një hënë shumë e fuqishme, bëri një taft e tragono, themi ne astrologët e Greqis, taft e tragono shumë të vështirë me Marsin dhe me Plutonin, Plutonin në Ujor, Marsin në Luan, u përbalën dje fuqishëm, hëna e re përballet me dy këta planetë fuqishëm në Dem. Edhe ajti thuash Demi tashi që do filloj diçka e re, po do filloj duke u përplasur Marsi këtej, Plutoni këtej. Por me gjitha ato kemi fillime të reja, dhe përderisa kemi fillime të reja, duhet ta marrim me optimizëm këtë javë dhe afërdita na ndryshon pozicion, në datën 30 pikërisht futet në dash. Një afërdit në dash, mund mos bëj shumë lek, ose mund mos bëj shumë gjëra, ama një erotizëm të madhe sjell. Edhe një buxhet që edhim në ajër e sjell. Regjia, mendoj që po flisje për dashin direkt dhe zbuloj që vetëm ty i pas ke dhënë dashve. E dini pse? Sepse hëna e re në Dem i trondit në çështjet ekonomike o sjell me shumë vështirësi atë hapjen ekonomike. Ai të vështirë mos a dashur do the, do të dhe kur të arrit, po e arrin do thonë, u lodha kaq shumë sa më doli shpirti i venit. Tash për çfarë? Por do marrin diçka dhe do fillojnë të qetësohen nga mesi i javës. Do futet afërdita në dash, por do takoj Neptunin në 10 ditëshin e parë të lindurit në ditët e para të shenjës së dashit, do kenë kujdes nga një zhgënjim erotik ose ekonomik shumë i fortë. Prandaj dhe marrin dyje. Demve duhet duke më shumë yje. 5 yje, wow, 5 yje për Demët, urime Demve. Nuk e keni ide sa ankesa kam nga Demët të periudhë, madje e kanë marrë personalisht, thonë Demit ja ke nxirr, nuk ja kam. Atëre pas ke bërë për të bërë qefin? Jo, kemi hënën e re në Dem. Është një fillim i ri, mbas shumë lodhjesh, mbas shumë përpjekjes, edhe një përballje e madhe tash e fundit do durohet nga Demët, ka filluar që dje, mund të vazhdojë deri nesër e pas nesër, e kanë edhe një përballje. Po hëna e re në shenjën e tyre premton shumë dhe përderisa premton shumë, do marrin ca lek, ca mundësi dhe do bëjnë dhe ca marrëdhënie të fshehta, andej afërdita në dash thot marrëdhënie të fshehta. Ekstremi tjetër, binjakët, vetëm një yll për këtë javë. Por binjakët e keni parasysh, hëna e re në shpinën e 12 për binjakët është e vështirë. Vështirë puna, fillime të reja të vështira, atje ku e shikoni rrugën të shtruar me lule, me petale, fillojnë e dalin ferat ose në vend që pranverat nxirrin trëndafilat kanë nxirr gjëmbat një herë dhe shumë binjak do ndeshen me këtë situatë. Mos u trëmni, afërdita në dash do bëj disa të mira, kujdes vetëm ata të 10 ditëshit parë nga ndonjë zhgënjim, të tjerë do fillojnë të avancojnë më mirë javën që vjen. Dhe kemi kaluar tek të Gaforia. Gaforia ka 3 yje, sepse hënën e re në Dem e ka aleate. Përderisa ka aleate, pavarësisht vështirësive të mëdha, do marrë një ndryshim pozitiv në qëllime, njohje të reja, strategji të reja, miq, shok, evente, por edhe në njohje erotike, pse jo? Por afërdita në dash mund t'i zhgënjej gaforet e lindura në 10 ditëshin e parë në lidhje me karrierën, me punën ose me jetën personale. Kështu që kujdes vetëm gaforet e lindura në ditët e para të shenjës së tyre për këtë javë. Dhe pas gaforeve, janë luanët e kanë radhën. Të shojmë sa ju ka dhënë me luanëve. Luanët janë shenjë zjarit dhe hëna në Dem. Vetëm një yll për luanët. Po nuk është e mirë hëna në Dem, kryesisht. Për luanët ka të bëj me marrëdhënie pune, karriere, por shumë e vështirë. Dhe Marsi që është në luan, u përball ai taft e tragono që thashun me Plutonin në Ujor shumë fuqishëm. U përplasën dje këta dy planet, kemi dhe sot dhe nesër paleqa do dëgjohet. Por luanët ta kenë kryesisht e çështja e punës, ose në një ndryshim pune do vi me shumë vështirësi. Mund ja u kishin premtuar të lehtë, po do vi me pak vështirësi, por do ta kalojnë. Sukses do kenë ata të lindur në ditën e parë. Virgjëreshët 3 yje mirë, komode, hëna e re në Dem, është e vështirë kjo hëna e re në Dem, nuk është kaq e lehtë. Por virgjëreshët me qenë se është në një shenjë toke, do ta marrin personalisht më mirë, më qetë, pavarësisht atyre prapaskenave në punë që bëhen ose që janë bërë, komplotet që janë thurur. Por nëse nuk keni kuptuar gjë deri tani, jeni në rregull. Se pastaj nuk i di, sepse ishte e vështirë nga dje nga pardje. Nëse virgjëreshët sot ndjehen që nuk kanë ndodhur në një gjë,
atëre ka përcyer, pra, në këtë sens. Po, çdo gjë do shkoj mirë. Shkrimte peshore 2 kalon afërdita përballë shenjës së tyre dhe kalon në dash në datën 30, kjo do të thotë që gjërat do fillojnë të marrin më nxitim në jetën e tyre. Do kërkojnë fejesa, martesa, punë, lekë, çdo gjë po me nxitim. Pra nuk do jetë ajo peshorja e balancuar që njohim, ose ajo peshorja që do dojtë i bëj gjërat me qetësi. Kujdes peshorët e lindura në 10 ditën e parë, sepse aty mund të ketë një zhgënjim, qoftë në martesë, qoftë në partnerin që do zgjedhin, qoftë në lekët që do marrin, qoftë në ato që do investojnë. Dhe 4 yje pra krepët. E dini pse? Sepse afërdita në dash i ëmbëlton ditët e tyre, është se kur t'u japir nga një llokum çdo ditë, sidomos në punë ose në jetën e përditshme, dalin nga shtëpia dhe hanë një gjë të ëmbël, ëmbëltohen akrepët, mund ta them kështu në mënyrë figurative. Por edhe hëna e re në dem, megjithëse shumë e vështirë, shumë përballje katërkëndshi, akrep, ujor, dem, luan është më i vështiri në këtë periudhë, përsëri hëna e re do japi një stimul të ri, një punë të re, një avantazh të ri, mbas shumë vështirësish. Të vështirë kanë vetëm akrepët e lindur në 10 ditën e parë. Shumë të vështirë. Shkojmë te shigjetarët. 2 vetëm për shigjetarët. Edhe këta vetëm se do kënaqen me ata afërditën në dash, është si ajo loja e bukur që u japin, ai karuzeli, ose ajo loja e këndshme, ose ato daljet, frekuentimet, udhëtimet, makinat, shoqërit. Edhe shumë shigjetar do duket sikur kanë gjetur atë lojën e tyre ose ëmbëltinë atë të bukurën e tyre në këtë dhe dashuritë e tyre. Pastaj të tjerë do mleksen shumë me çështje pune, me ngatresa të tilla, të çuditshme, me çështje shëndetësore, sidomos ata të lindur në 10 ditën e parë, ta kenë kujdes dhe çështjet ekonomike. Për bricjapët, gjithashtu 3 yje. Siç e shikoni, shenjat e tokës kanë një mbarësi më shumë, hëna në dem sa do e vështirë dhe që është hënë përfundimtare, e shkon drejt fundit të marrëdhënieve toksike ose që nuk japin më, përsëri te bricjapi është një shenjë toke. Tokë me tokë detyrimisht do nxjerrë një avantazh pozitiv ose do kemi një rezultat të mirë, do ta zgjidhim një ekuacion të vështirë këtu. Edhe çështjet familjare do marrin një pozitivitet me afërditën në dash, por do kesh shumë shpenzime. Pra, shumë bricjap do shikojnë që shtëpia do t'u marrë shumë nga të ardhurat e tyre. Dhe shkojmë te ujorët. Ujorët janë një nga shenjat e fuqishme që përballen me hënën në dem, sidomos në çështje familjare, ndryshime shtëpie, vendi, qyteti, veprimtarie ose hapje e re, një veprimtarie pune, biznesi familjar shumë të rëndësishëm. Por mos harrojmë që Plutoni në ujor është vetë ai që kundërshton Marsin në Luan, edhe hënën në dem, dhe me sa duket ujorët duan të bëjnë një gjë shumë të madhe, por është me një lodhje shumë të madhe dhe detyrimisht duan edhe një mbështetje të madhe. Megjithatë, kemi një ndryshim të mirë edhe për ujorët në këtë periudhë. Dhe kemi mbritur tek peshqit, si shenja e fundit e horoskopit, për peshqit. Vetëm duhet të pretendojnë që kjo afërdita në dash do futet në datën 30, mos t'i humbi përfundimisht në disa çështje ekonomike ose disa ëndra të tyre, sidomos të peshqve të lindur në 10 ditën e parë. Po sa të kaloj kjo tendencë, javën e parë pastaj të majit do fillojnë të çlirohen ekonomikisht, por pikërisht tani kanë një mundësi zhgënjimi ose si të themi ka një tendencë që mos i shikojnë gjërat qartë. E qartë. Gjithsesi, data më e rëndësishme kësaj jave ose dita më e rëndësishme kësaj jave, cila është data 30 me futjen e afërditës në shenjën e dashit dhe ka filluar që dje. Ajo e vërteta e datës dje, hënës së re që filloi dje dhe e përplasjes së Marsit me Plutonin në ujor ka qenë dita më e rëndësishme që do lë pasojat e veta gjatë javës. Do të shojnë çfarë do të ndodhë, gjithsesi nëse keni dëshirë të mësoni diçka më shumë, më të personalizuar, e gjeni Merisheu në Facebook me Merisheu, kurse në Instagram me merisheu.as. Falenderoj dashur, falenderoj që na ndoqët edhe sot të dashur miq, ndërkohë që ne së bashku do të takohemi nesër me Merin, gjithmonë të hënën e ardhshme për parashikimin e muajit maj, të hënën tjetër. Faleminderit, natën e mirë.